Po përgatis assist hook për kalamarieret e mia. Jo se jam mos besues ka assist e gacëm, po më pëlqen që grepat të lidh vet. Mos të lesi gjëra assist, grepat vinë nga dora ime. Në këtë rast edhe ju shikoni mënyrën më të thjeshtë që përdorun për të bërë grepat. Assist dopjo për kalamarat. Lidha një grep, lidhjen të preferuar e juaj, se cili ka lidhjet e veta. Këtu kam përmasat e mia, në rast se do keni nevojë dhe ju shpjegoj. Lidhem një grep. Këtu i futa një tub mufa. I përshëndesim nga Vlora. Një ngrohje të lehtë tu, jo me egzageru me ngrohjen. Tu fusim një tub mufa tjetër, sepse do lidhim grepin tjetër tani. Materialet gjithmonë nga më të mirat, firmat më të mira. Nuk kursejemi ke këto, sepse këto janë direkt kontakt parë me peshkun. Kështu që asnjëherë kursime tek grepat, tek fijet finale. Si që thash, kam përmasat e mia këtu. Okej, që më dali përmasa ideale. Unë më mësu dora dhe i bëj shpejt, edhe për vetë edhe për shokët, për jo mund t'i bëni avash, ullë në tavolinë, sepse në barken e qik delikate. Më bo, det. Okay. Tubin mufa tjetër. Për qenë t'i zbukuroj që këto lidhjet e mia. Për estetik. Edhe për mbrojtje. Vim këtu. Ngrim baraz. Por i ngrim lehtësisht njërin më larg se sa tjetri. Rreth 12-13 mm. Okej. Pastaj marrim një solid ring. Dhe ku kemi një assist hook perfect. Unë kam bërë disa këtu. Nuk i di se kam bërë këtu sonde, por t'i pas në dishmëri. Quna, qëllofshit gjithë, gati për fundjavën, zjarë. Të gjithë në det, mos harroni.